Një blegtori të suksesshme natyrisht janë disa gjëra bazike të cilat duhet të funksionojnë, siç është matrikullimi, i cili patjetër edhe në Shqipëri është tashmë obligativ. Prej kohësh, por unë besoj që një ndër kolonat kryesore të suksesit të blegtorisë në Austri është kualifikimi i brezit të ri, edukimi i fermerëve. Aus meiner Erfahrung in Albanien wäre ganz wichtig, so ein Jungzüchter-Ausbildungsprogramm einzuführen. Nga eksperienca ime në Shqipëri, unë gjykoj që një ndër masat që Shqipëria nga e cila Shqipëria do të përfitonte do ishte një program për kualifikimin e të rinjve. Për faktin ku edhe për mungesat që ka sot tregu shqiptar me njerëz të kualifikuar, ndofta mund të ishte një prodhim ose një përsëritje e programit që Austria ka për të rinjt, edukimi i të rinjve për t'i shërbyer një ferme me informacione komplekse dhe me të gjithë këto. Ja, es hilft nichts, wenn du Kühe hast mit einer sehr hohen Genetik, mit einer guten Genetik, die eine Milchleistung bringt von 10.000 Liter pro Jahr, wenn das Management nicht stimmt, wenn die Fütterung nicht stimmt. Okay. Nuk mund të jetë i suksesshëm vetëm importi të sjellësh kafsh të rendimenteve të larta me 10.000 litra, nëse ato nuk do të monitorohen, nuk do të menaxhohen me parametrat që kërkon një fermë ose një kafsh me rendimente të tilla, që do të thotë menaxhimi vetë përmirësimin menaxhim, përmirësimi i prodhimit të ushqimeve, përmirësimi në mbashtrim, edukimi për shëndetin, për mirëqenien. Pra, gjithë ky kompleksitet informacionesh është baza që një kafsh me rendimente të larta vërtet mundësoj ta japi atë rendiment për cilin e ka potencialin genetik. Was ja bën Austria që ti mbaj të rinjt? Da gibt's auch immer unterschiedliche Beispiele, je nachdem wie's der Vater oder die Eltern. Natyrisht, për vetë faktin që këtu tradita e menaxhimit të fermës është traditë familjare, patjetër që fëmijët këtu rriten me motivin që kanë prindrit për të menaxhuar dhe për të mbajtur ndërmarrjen e vet, fermën e vet. Do thotë nga prindërt motivuar, cilët ngrihen në mëngjes dhe e duan atë që bëjnë, patjetër që fëmijët rriten duke parë, rriten me frymën e motivimit të prindërve dhe e shoqëruar dhe programet e edukimit për të rinj, patjetër që trashëgimnia në profesion dhe mbajtja e fermës në familje është e garantuar. Wir haben auch sehr viele Rinderschauen. Ich weiß nicht, ob es das in Albanien gibt, Rinderschau, wo die Bauern ihre Tiere präsentieren können. Natyrisht që gjitha është e shoqëruar edhe me organizime të cilat i mundsojnë fermerit që të prezantojë ato që bën. Çka do të thotë, edhe në mënyrë rajonale ne kemi ka shumë panajire, mundësi ku fermerët janë në gjendje të prezantojnë si kafshët e tyre ashtu dhe prodhimet e tyre. Pra, është një kompleks aktivitetesh që e bëjnë një sektor shumë attraktiv. Und da gibt es eigene Programme, wo die Kinder mit 3, 4, 5 Jahren mit ihren Kälbern mitmachen, also motiviert werden, dort schon mitzumachen. Und die fangen wirklich von klein auf. Ka aktivitete ku për fëmijët e vegjël që 3 vjeç. Das macht man bewusst, damit die Jugend. Ne e bëjmë të ndërgjegjshëm këtë gjë, në mënyrë që të rinj të kenë mundësinë të njihen nga se buron, nga vjen ushqimi të cilin ata konsumojnë, që do të thotë duke i mundësuar atyre që të vënë edhe të mielin dhe të shohin një viç dhe ta prekin me dorë dhe të bëjnë një punë të thjeshtë, pra që në moshë të hershme, në mënyrë që ata të ndjejnë, ta kenë në zemër atë që për shembull dje ka qenë në shkollën që ne do të vizitojmë, ka qenë Ja, da ist wirklich sehr viel Herzblut dabei. Është punë e cila bëhet me shumë zemër. Dhe një gjë të fundit. Austria mund të ketë gjithë mundësitë për pas ferma të mëdha. Pse ka zgjedhur organizimin
edhe mbajtjen e fermave të vogla, ka një arsye? Das ist gewachsen. Das war halt. Na duhet pranojmë që edhe në Austri ekziston një trend i cili është reduktimi i numrit të fermave, që do të thotë edhe këtu është një trend shumë i qartë, ku fermat janë duke u rritur në numër, në madhësi dhe duke u zvogluar në fermë. Megjithatë, duke u zvogluar në numër. Por ideja është që është një traditë e cila vjen me breza, okay? Që do të thotë ndërmarrja ferma familjare është ekzistenca e familjes për disa breza, pa tjetër duke jo nënshtruar trendeve të cilat koha i sjell, siç është në rastin konkret, rritja e numrit të krerëve dhe zvoglimi, na duhet të themi konkretisht 2% e fermave në vit reduktohen. Pra, numri i fermave në përgjithësi, i fermerëve që nuk duan të merren me këtë, me këtë punë, sepse o marrin vendimin për të rritur, ose i zvoglojnë, ose e reduktojnë numrin e mbyllin fermën, Pra, edhe tek ne ekziston ky trend mbyllja e fermave. Ky është 2%. Të tjerët, trendi është që po rrisin numrin e krerëve, sepse duhet të jenë në gjendje të jetojnë nga kjo gjë. Finale është produkti. Pra, një blerës austriak e beson produktin, nuk ka asnjë dyshim. Dhe si të arri një blerës si të arrihet kjo në Shqipëri, që blerësi shqiptar të lexojë dhe thotë, okay, unë e besoj dhe e pi. Da spielen wir auch eine zentrale Rolle mit dem Kontrollverband. Besimi i konsumatorit nuk është rastësi, por është një punë ku ne luajmë një rol shumë qendror, shumë të rëndësishëm. Sepse për këtë, përveç organizatave që ne, siç i pam, janë organizata monitoruese në fermë dhe monitoruese cilat të dhënat e tyre i sjellin tek ne dhe ne prodhojmë me shifra konkrete dhe me indikator vlerësime të performancës në fermë, patjetër të dhëna të besueshme, ekzistojnë dhe disa programe të cilat janë programe marketingu të produktit lokal, që do të thotë AMA është një organizatë e cila ka vendosur kritere shumë strikte në definicionin e standardit dhe cilësisë që një produkt austriak duhet të plotësoj për të tregtuar si i tillë. Që do thotë besimi i konsumentit kur shikon tipologjinë e siglës AMA, është e qartë, është që plotëson 1, 2, 3, 4, 5 kritere, ndjekshmëria e produkteve. AMA është Agrarmarkt Austria. Jo, është një program marketingu për të motivuar ose për të marketuar produktet lokale. Që do të thotë, nëse ne sot shkojmë në një shpar të Austrisë, do shikojmë që ka AMA Gütesiegel, siglën AMA, e cila është e besueshme në treg, është e ndërtuar e tillë që konsumatori të di se sa është e garantuar skadenca e produktit, gjurmëshmëria e prodhimit, etj. Ich glaube, 95% der Bevölkerung kennen das Gütesiegel in Österreich. Das ist sehr bekannt. Ne kemi të dhëna nga analizat e marketingut, 95% e austriakëve e njohin siglën AMA dhe i besojnë asaj. Me pak fjalë, nuk mund të punojë një fermer vetëm. Duhet të jenë bashkë, duhet të jenë në grup. Können schon, es gibt schon direkt. Nuk mund të them që s'mund të jetë bashkë, nuk mund të mbijetonte. Ekziston edhe në Austri ligji për tregtimin direkt në fermë, i cili nështrohet një kuadri tjetër ligjor, por pjesa e gjerë e fermerëve është e mundur vetëm nëpërmjet organizatave dhe themi bashkëpunimit në organizata të tilla në shoqatat e fermerëve, të cilat janë pjesë e një gjëje akoma e kësaj ombrelle më të madhe siç është Qendra Jon Kombëtare.